Goditi gjestin para se të largohej nga shtëpia zbardhet dëshmia e Jozit. Një situatë e pazakontë dhe e papranueshme ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës gjatë spektaklit të Big Brother VIP, duke lënë publikun të habitur dhe të shqetësuar. Menjëherë pas eliminimit të tij nga gara, Jozefin Marku, i njohur për temperamentin e tij shpërthyes, ka sulmuar fizikisht një tjetër banore, Perin Besart Klementi, i njohur ndryshe me emrin e artit Gjesti. Incidenti ndodhi brenda ambienteve të spektaklit, pikërisht në momentin kur Jozi po largohej nga shtëpia. Ai afrohet Gjestit dhe godet me shuplak në fytyrë, duke rrëzuar në tokë për parasysh të kamerave publikut. Gjesti ka përfunduar në tokë dhe për disa çaste situata ishte kaotike. Fatmirësisht më vonë u konfirmua se gjendja e tij shëndetësore është stabilizuar dhe nuk paraqet rrezik për jetën. Pas aktit të dhunës, forcat e policisë kanë mbërritur menjëherë në ambientet e spektaklit ku kanë ndaluar Jozefin Markun dhe kanë shoqëruar me pranga në komisariatin numër 6 të policisë. Sipas burimeve nga mediat, gjatë dëshmisë së dhënë në polici, Jozi ka deklaruar: "Më ka provokuar gjatë gjithë lojës. Nga gjak nxehtësia e qellova, nuk e durova më." Ai ka qëndruar në komisariat për rreth 5 orë deri në përfundim të procedurave dhe është liruar rreth orës 5 mëngjesit. Megjithatë, hetimet ndaj tij do të vazhdojnë në gjendje të lirë. Në një deklaratë, zyra e policisë së shtetit bëri të ditur: specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit policisë numër 6 referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin JM, 29 vjeç. Pasi gjatë transmetimit në një reality show ka qelluar me pëllëm shtetasin BK. Ky veprim ka ngjallur reagime të forta nga publiku dhe ndjekësit e programit në rrjetet sociale, me shumëkënd që kërkon masa të repta ndaj dhunës në ekran dhe përgjegjësi nga organizatorët e spektaklit.